Korab sot I vizitum 3 ferma specifika është ndryshme. Blegtoris, të dyja të fundit ishin të lavërtarisë. Ka diçka që do të mbetet në kujtesë, apo si temi për mbamendjen nga kjo përvojë. Është e vërtet, I vizitum 3 pika, vlen të cekët pika e fundit, se ne vizitum këtë maqinerinë e viteve të fundit, e cila nuk është shumë e përdorshme në rajonin ton, dhe është risi për ne. Kjo ka shumë specifika dhe është shumë eficiente, është e pajisur me teknologji të fundit dhe shërben për hapësira të mëdha. Në këtë rast, besoj që do të ishte shumë e përdorshme edhe në regionin ton, sikur pjesë e përkrajeve nga Ministria e Bujqësisë në vitet e ardhshme. Sidomos për ato ferma të mëdha që janë privatizuar të sektorit të dikushëm të ashtë të qytur shoqëror. Sidomos për hapësira të mëdha, të cilat garantojnë për shumë vitet e ardhshme një maksimizim të produktit dhe një zhvillim më të afërshëm të ekonomisë, sidomos pjesës bujqësore. Praktika e këtushme në teren apo përputhet me mësime teorike që keni bërë nga ligjëratat në Fakultetin e Bujqësisë? Praktikat afrohen, nuk besoj që janë shumë të parafërta, pasi që literatura është më e vjetër se praktika që ofrohet këtu. Praktika ka ecë përpara krahasuar me literaturën që zbatohet në Prishtinë, e vërtet. Është muj me thonë 10 vite mrapa, në krahasim me aparaturën që veç e kemi mrapa. Ju jeni një grup I studentësh që keni ardhur këtu tash, të mësoni përvojat e reja, ndërkaq a praktikon Fakulteti I Bujqësisë këto mësimesh edhe në ngastat në Kosovë atje? Në kuadër të Fakultetit të Bujqësisë, ne kemi vizituar edhe shumë biznese të parafërta, apo në statusi më të vogël, dhe kemi parë edhe praktikat që operojnë ata. Po për dallim, me praktikat që shohim këtu, është një dallim, një diferencë shumë e madhe e të gjitha pikave. 3 ferma që vizitum janë një hap përpara që Kosova mbase ende apo për shumë vite do të ndrojë këto praktika, sidomos digitalizimin. Çka kuptuat ju në digitalizim? Sa I përket vendit ton, Kosovës, unë besoj që digitalizimi është një kosto shumë e madhe dhe e re për tregun ton, po besoj që në 10 vitet e ardhshme nuk do të jetë diçka absurde dhe do të praktikohet edhe në terrenin ton. Unë besoj që digitalizimi do të zë vend sikur në gjitha vendet e rajonit edhe në Kosovë, shumë shpejt.